Horoskopi ditor për nesër, e diel 11 janar 2026. Dashi, do jeni shumë të sinqertë gjatë kësaj dite me partnerin tuaj dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Nuk priten as pak mosmarrëveshje. Beqarët nuk do bien prej intrigave të disa personave dhe do ndihen mirë vetëm siç janë. Financat do jene të stabilizuara. Vazhdoni të tregojeni të kujdesshëm me çdo lloj shpenzimi dhe nuk keni për t'u penduar. Demi, do kaloni shumë momente intime gjatë kësaj dite dhe gjërat do ecin me së miri me atë që keni me krah. Emocionet gjithashtu do jene të fuqishme. Beqarët do kenë takime dhe flirte pa fund, por nuk do mund të fillojnë një lidhje. Ne planin financiar tregoheni sa më të arsyeshëm sepse përndryshe mund të keni probleme goxha të mëdha. Binjakët do argëtoheni pa fund gjatë kësaj dite me atë që keni me krah dhe do kaloni çaste fantastike. Harrojini problemet e së shkuarës. Beqarët duhet të tregohen me të hapur dhe me të shoqërueshëm me personat që do i ftojnë. Ne planin financiar gjendja nuk do jetë as pak e favorshme. Mos bëni çmenduri sepse keni për t'u penduar shpejt. Gaforja situata në jetën tuaj në çift do jetë goxha e ndërlikuar gjatë kësaj dite. Nuk do bini dakord për asgjë me atë që keni me krah dhe do debatoni ashpër. Beqarëve do ju pëlqej shumë një person, por do kenë druajtje ta joshin atë. Po qëndruat në heshtje dikush tjetër do e beje për vete. Për financat do jetë ditë goxha e paqëndrueshme. Mos hidhni hapa të gabuara. Luani jeta juaj sentimentale do ecë me së miri sot. Do dashuroheni pa dorashka me atë që keni me krah dhe gjithçka do shkojë si e kishit menduar. Beqarët nuk do jene as pak në humorin e duhur dhe nuk do e kenë mendjen për të krijuar një lidhje. Ne planin financiar fati do jetë në anën tuaj. Do keni mundësi të kryeni shpenzime dhe të hiqni edhe disa para mënjan. Virgjeresha dite pozitive dhe e pashtë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndiheni mirë pranë partnerit dhe do filloni të bëni edhe plane me të. Beqarët nuk do i kenë rrethanat e përshtatshme për të filluar një lidhje, kështu që do ju duhet të presin edhe disa kohë. Ne planin financiar duhet të gjeni një mënyrë për ta stabilizuar situatën sepse gjendja duket goxha e paqëndrueshme. Peshorja, nuk do mërziteni as pak gjatë kësaj dite juve që jeni me një lidhje. Partneri do jetë në humor dhe do ju surprizojë në çdo çast. Duhet të ndiheni me fat që e keni atë në krah. Beqarët do fillojnë një histori e bukur dashurie me një person që e njohin që ne vogëli. Financat do kalojnë trazirat e mëdha. Shmangni shpenzimet e panevojshme sa më shumë që të mundeni. Akrepi, marrëdhënia në çift do jetë mjaft e kënaqshme gjatë kësaj dite. Nuk do kërkoni as pak të dominoni mbi tjetrin, përkundrazi do hapni rrugë dhe do bëni atë që është më e mira për të dy. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që do ju thotë zemra. Ne planin financiar gjendja do jetë delikate. Vetëm duke marrë hua nga familjarët mund t'ia dilni. Shigjetari, duhet t'i kushtoni me shumë kohë dhe rëndësi partnerit tuaj gjatë kësaj dite nëse doni që gjërat të rrjedhin sa më mirë mes jush. Beqarët do ndihen gati për të filluar një histori dashurie me personin që ka kohë që i lakmon dhe i josh. Ne planin financiar kërkoni ndihmë nëse nuk ja dilni dot vetë ta stabilizoni situatën. Të afërmit do i keni gjithmonë pranë. Britsjapi, mos u tregoni indiferente gjatë kësaj dite ndaj partnerit tuaj, sepse ai mund të mërzitet dhe do kërkojë strehim diku tjetër. Beqarët duhet të tregohen të duruar nëse duan të gjejnë personin ideal. Gjërat e nxituara nuk dalin mirë. Financat do jene gjithkohës të mbrojtura. Do jeni edhe ju shumë të kujdesshëm dhe do mendoni me tepër për të ardhmen. Ujori, asgjë nuk do ecë ashtu si ju e kishit menduar sot në jetën sentimentale. Mund të keni edhe disa mosmarrëveshje me partnerin dhe do mërziteni tej mase. Beqarët do ndihen me të vetmuar sekurt dhe do mbyllen në vetvete. Ky do jetë një gabim i rëndë. Financat do jene gjatë gjithë kohës të ekuilibruara dhe as pak problematike. Peshqit, dita do fillojë mirë sot për jetën tuaj sentimentale, por me kalimin e orëve situata mund të ndërlikohet. Do kërkoni gjërat e pamundura nga partneri dhe kjo do e elektrizojë situatën. Beqarët do mbeten me të njëjtin status siç kanë qenë. Ne planin financiar do jeni shumë të kujdesshëm dhe të maturi. Do merreni më shumë se zakonisht me menaxhimin e të ardhurave.